Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët te jo video e re ku jemi FIFA Mobile. Kjo do t'jetë një ndeshje komplet ndryshe dhe këtu jemi duke folur me menaxherin e ligës, domethënë krijuesin, domethënë më të madhin, s'di si ta përshkruaj. Këtu jemi tu fol. Po e kam nis videon. Hec luajm. Këtu do me thënë është Oresi ku do vlerësojmë ekipin në fund. Priti them ma qotesën. Në ligë. Okej, këtu do me thënë po flasim. Qoftë se një ndeshje fitoj unë, një fito Oresti, atëherë kalojmë në ndeshjen e tretë, edhe pse se besoj që do të kalojmë në 3 raunde, do me thënë 3 ndeshje, po do arktohemi, Oresti do më sakatoj, këtë e di me pa tjetër, dhe edhe mos harroni Liga Qylsat oficial, liga e legjendare shqiptare me forcët e 5 moçat. Jemi diku tek barazimi me Qylsat e Leonardos. Prap se prap jemi super. Kemi 103 moça sa doni lale. Qose e dini me lujt shumë, atëherë jeni të ftuar sa më shpejt. Dhe Oresti këtu do me thënë që fillo direkt me ato të vetat kë. Se sa herë më sakato mu. Sakato ky mërbur. Do të bëjmë përsëri video kështu, sidomos me Glendin. Unë kundra Glendit do me thënë, kundra ne shikuesi tjetër. Do shta prap kundra Oresi, tashi për po sille me Olisen, po Kanavare mori topin. E ka Diazi aty. Let's go. Kape o Di Lorenzo, o Dile. No, penalti. Nuk jena në Itali, jo penalti. Oliseja aty të deruar, zonja dhe zotrin dhe dashamirës. Super Ligën e kemi. Edhe menaxherin që kemi legjendar. Oresi do me thënë. Kuiti, Gurasi, Oliseja. Do të nisemi sa më përpara. E krosojmë te Gurasi aty. No, e priti De Gea. Shumë mirë. De Gea super portier, këtë e din gjithë. Po do përpiqemi që të shënojmë, pse jo. Pelea për momentin, kap Koemani, po rrezikon goxha Oresti, kalon direkt për para. Hajde, jo, të lutem. Lara. Ka një javë që ka kaluar, si që thënë. Hajde, e mërdim, opa, u myll dhe pjesa parë me një barazim, ku shpresojmë ta nisim. Pse jo me një gol dhe tek e dyta të fitoj Oresi që të kalim në 3 ndeshje. Për këtë video bëni këto like vetëm për Oresin se kampion o për zotin. Bëni për Oresin 30 like, hec aty. Ose isa 5, ku digjon. Edhe shtypeni edhe subscribe. Mos. Tha se futi gol. Flak fare Ores, qa me bë? Okej, Di Lorenzo, këtu do me thënë. Oresti do me thënë e ka për momentin topin. Duket që këtu do t'jetë shumë e rrezikshme. Kena nevoj për një mbrojtje. Beckenbauer aty të Gerardi, Oliseja. Olisen duhet me ndru sa më shpejt e avokatës. Shpresojmë të ketë në RW. Qa me bë?
Okej, kishim një mundësi të bukur këtu, por Diazi sapo rëmbeu atë top. Tash i mbështetemi, e kemi tek Buffoni gjithë dhe jo, nuk ka mundësi që Buffoni të presi. Prandaj u detyruam që ta shënoj gol Oresti, qa me bë. Kjo është jeta. Ky është problemi, gjithë e kanë këtë problem. Po të shi. Plak. Duke të Oresti, po do shta loja 2 qasnall dhe Oresti prapë thellon rezultatin maksimum. Nuk e di qa është ky njeri kështu, ka ish fort sa lun. Dhe e humën prap topin. Mirë do ishte me i shans për gol këtu, e pse s'besoj. O tu na shpërshëndru gëgja me këto emoji dhe qenë këtë budalishet të Oresti. Tash i kalojmë tek loja dytë, ne. Qa me bë tash i Oresto? Okej, çuna. Okej, Orest, hajde, pranoj edhe këtë. Opa, ma qoj ky, prit. Ma qoj Oresti vet. Prit shketja pranojnë Oresti të çuna, cep. Që në ullim, plek? Ma qoj edhe jero, Orest. Hajde. Që drejshin o të nëllë, plek. What? Nuk po nisë edhe ullë. Që drejshin po ndollë. Okej, jemi në ndeshjen ose derbin e dytë mes Oresti çuna. Jemi në nisje, do me thënë, statistikat e Orestit, mjeshtrit. Plak faro çuna. Let's go. Vazhdojmë në aksion. Besoj do ta nis unë, së di. S'ka shumë rëndësi se i ditë që Oresti do fitoj dhe je. Prandaj, kjo është e bukur, a kuptoni? Flak fare, nisë topin nga Gurasi, Oresti direkt nis me emoji. Pedri, ty o çuna, Beckenbauer. Gurasi aty. Se si m'duke se të lyti që më do, po tash i Oresti. Po është veç fillimi. Dhe direkt. Sa isha afërsi me golit. Për fat keq përfundoi fall. Nuk ose mërzitëm o vëllë. Se edhe që se do bëhet fall se do ndris. A kuptoni. Pedri. Alushi, alo mirdita. Është Alushi. Diazi. Mosat. Qa dreshi nolli o plak. Qishta i gol ashtu o burr. Për fat keq e blokova videon e ndalova. Në fall, Oresti futi super gol o çuna. Ue, o burr, qa fati që ndalova videon atë ko. Ue. Peleja, o burr, o Peleja. Jo, la mos ta lesht. What? Okay. Si a vlas me lujt më me vazhdu videon se dihet që Oresti ka përfitu. Pra ndaj bëqe. Peleja. O plak, moj zvari dhiu racën tipe. Pulisici, qote Gerardi. Pulisici, qote Gerardi. A më se jelloj janë. Olise, gjithë bën nga bime. Hajde Olise, bravo. Qne, o plak. Qa boni shu kjo burr. Talët kjo plak. Beckenbauer. Okej, jemi në, do më thënë fundi par. Tu shkatru nga Oresti. Okej, mirë do ishte ta mbyllim barazim. Që ta vazhdonim dhe lojën e tretë. Se që se dalim barazim. Mund ta vazhdojmë lojën e tretë, pse të njëra fitoj Oresti, të njëra barazim.
Edhe flak fare, tash Calafiori, Gurasi, no, plak. Shumë bukur. Oh, no way. Po e futi gol, bëni 50 like. No. I bje boni 50 like se kjo e futi gol, hëc. E hongra më kese keshe, se di qa jam këshu. Unë s'di me lujt, u lujt kundra specialistave, se kundra, do me thënë kundra Orestit. Ta krosoj këtu tipit, ta pasoj. Ui, e bur. Qa bëhet këshu? Da kjo më duket ma la vet, apo po talëm. Shumë mirë, lale. Që thjesht ma fusi gëll shkatri. Video. Ero, no. O, lale, si mla zemër. Që ka këto pa ushuta kjo, buri. Ka kristal me pelen. Ku e ka gjithë peleni? Uj, bardhit e pelenës. Fikse shoku. Bravo, Lise, bravo. Për që ke gjithë këtë talenti? O Lise, Toni dhe. Plak fare. Di Lorenzo, Gerardi. Asa mirë dhe ishe ta kishe mjullë barazim këtë loj. Di Marshuna. Flak fare, Di Lorenzo, Liseja. E mbajmë topin, mirë, bukur. Do me thënë këtu. Ok, quna. Di Lorenzo, e pasojmë atje të Rivaldo, quna. Një mundësi e mirë, por Alexander Arnold. Lojtari më i mirë në botë, si që din edhe Leo, edhe gjithë ne. Alexander Arnold is the GOAT. Tash i ka ngell veç me a vlerësu ekipin Orestit. E flak fare. Ose po desha mund t'ja vlerësoj e naj tjetërin, e shoku tjetër. Që e kam në ligë, do më thënë. Mbaroj dhe ndryshe e fundit, ku Oresti duket që na ka shpartallu. Bravo, Orest. Tashi, ku e ka ekipin Oresti, ja dhe unë këtu do me thënë quna, Oresti 2.0 nuk është kjo do me thënë, po ku je Oresti, ajo ku që e ka? Menagjeri do me thënë i ligës, 113 overall, Luis Diaz 113 LW. Një lojtar shumë i mirë, do me thënë, Luis Diazin. Kam pas qef, do me thënë, kur ka qetë ato tocat e utocat, edhe unë kam pas qef ta marrë vend të Rivaldos, por thash të merë atë Jerron, për shkak se ishte 109, edhe thash hajt, po ndryshoj Hujsenin. Edhe pastaj vje Pelea, se ngellëm e zgjatun vetëm për ekipin tim, Pelea 114 lale. Thyrje Brinj, shku ka thë që do marri Kafun 109 në vend të Alexander Arnoldit, po të them parë se ta marrësh Kafun, për mu mos merr Kafun lale. Alexander Arnold është lojtari më i mirë në botë lale. Ja nga surrati dallon në plak Alexander Arnold. Ka lezet kur e përshkru, pastaj Pulisici 112 RW. Ajt mo, duhet me ndryshu në vendet e arshme. Pedri edhe ky. Dhe ishte mirë ta zëvendësosh në të ardhmen, Matuidi Modric, goxha mirë, Di Marco duhet ta ndryshosh në të ardhmen, Cannavaro mirë, Koemani mirë, Alexander Arnold. E ke flak fare lale, ky lojtar e ka absolutat Arnoldin o plak. Arnold është baba. Pastaj Dejan por që i papam është ky, këtë din gjithë, si portier,
Dhe me gjëra fjala, kjo është edhe video çuna, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, qofse keni domethënë këto mundësit, edhe kërkoni për ligë të mirë lajle, nuk di ku qa t'ju them më shumë vlla, është kur e dhe për ligë, a kuptoni? Keni rewards tu, unë marrë muajin e arshëm, domethënë update-in e arshëm, atë çau budalliku marr 50 1000 tokens, league tokens, shumë bukur. Është thjesht super që kur ja shef overallin 113, pa përmendet që kemi Barça, Al-7, Bjorki, Shini Bdra, Al-Ali, Al-Masrit, se ç'është jo, Gergi G, Gloeni, Viznishi, Zereser, Lushi, Blenku, Alia, vllai do të thënë Glendi, Leo 2012, qa janë këto, Nursi, unë, Legjenda, në ka të dinë gjithë, Gjeldi, Donaldi, Oresti, Baba e Ligës, menaxher do të thënë, Batai, Oresti 2.0, Matlina, Bolo, qa është kjo plak I zotit I Cold, këto ishin 113, kjo është edhe video, bye bye! Shihemi video tjetër, mos harroni like dhe subscribe, bye bye!